Rreth orës 22:30 personat armatosur kanë grabitur pikërisht këtë banesë pas krave të mirë. Pasi kanë lidhur çiftin, ata kanë rrëmbyer prej tyre një shumë të konsiderueshme parash. Grabitjet me maska nën kërcënimin e armëve janë kthyer sërish, ku këtë herë ngjarja është shënuar në banesën e Alim Sinaj në Vlorë, i cili së bashku me bashkëshorten e tij kanë kaluar disa minuta të merri. Nga vetë dëshmitë të lënduarve dhënë agjentëve të policisë, mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:30 të mbrëmjes së djeshme, ku të paktën 3 persona kanë qenë pjesë e grabitjes. Pasi kanë hyrë në banesë duke ushtruar dhunë fizike, autorët e ngjarjes kanë lidhur 2 bashkëshortët duke i kërcënuar me armë në kokë, ndërsa kanë kryer edhe bastisjen e ndërtesës në kërkim të parave që çifti mbante në banesë. Kontrolli nuk ka zgjatur më tepër se 20 minuta, por ka rezultuar i suksesshëm për autorët, të cilët pasi kanë mundur të grabisin paratë e gjetura, janë larguar menjëherë, duke qelluar edhe në ajër me automatik, një formë presioni që askush të mos vijë në ndjekje të tyre. Ende nuk dihet shuma e grabitur, por nga të dhënat bëhet me dije se kryefamiljari Alim Sinaj operonte në fushën e tregtimit të karburanteve, fakt që e ka vënë atë në shenjestër të grabitjes. Policia e mbërritur në vend ngjarje pas telefonatës së marrë nga 2 bashkëshortët, ka nisur hetimet duke ushtruar kontrolle fillimisht në drejtim të fshatrave të lumit të Vlorës, ande nga u larguan autorët.